Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Aktoreja e njohur turke nuk njihet më, bën ndryshimin drastik në pamje. Aktoreja e talentuar Cemre Baysel, e cila ka tërhequr vëmendjen me rolin e Zeynep në serialin Güler ve Gunalar, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, ashtu si me performancën e saj, qoftë edhe me postimet në rrjetet sociale. Aktoreja shfaqet para publikut si mësuesja Zeynep, një personazh që ka fituar zemrat e shikuesve të elegancës, qëndrimit të fortë dhe aktrimit natyral. Në këtë serial, Cemre Baysel sjell në jetë një mësuese ideale, parimore dhe e vendosur, që nuk heq dorë nga bindjet e saj dhe që shpesh bie në sy për kokëfortësinë e saj. Qëndrimi i Zeynep përballë padrejtësive dhe guximi i saj për të reaguar kanë marrë vlerësime shumë pozitive nga publiku. E njohur për aktivitetin e saj në rrjetet sociale, Cemre ka ndarë disa momente nga prapaskenat, duke publikuar foto dhe duke u dukur shumë mahnitse, ndryshe nga pamja që ne jemi mësuar tek roli i Leilës. Skenat me aktorin Murat Yıldırım janë gjithashtu shumë të ndjekura nga publiku. Kimia e tyre në ekran dhe harmonia natyrale pëlqen shumë nga fansat, sidomos në skenat emocionale, të cilat janë ndër momentet më të komentuara të serialit.